Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish në kanalin në Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit nga Big Brother tashmë çifteve të kësaj shtëpie. Do të ndaloj tek Brikena dhe Mateo. Kanë qenë shumë të komentuar këto 2 ditë. Në fakt ka patur ndryshime thelbësore në marrëdhënien e tyre, sidomos në Instagram. Do thoni ju pse kaq shumë fokusoheni tek Instagrami, po sot Instagrami është dosja e vetme që ne kemi për të kuptuar të vërtetën tonë. Sot nëse nuk je mik në Instagram, je i fshirë nga jeta. Sot nëse nuk je shok në Instagram, ti nuk konsideron respekt për të. Sot nëse nuk e ndjek në Instagram, do me thënë ti nuk flet me të. Instagrami është dosja më e fortë që ne kemi aktualisht në jetë, do me thënë në ditët që ne jetojmë. Çfarë po ndodh? Brikena dhe Mateo u përfolën shumë që hoqën fotografit nga Instagrami i tyre. Me njëherë kjo gjëra në sy, fansat filluan që të ulëmtojnë, por nuk arritën dot që të zbulonin diçka. Ditën e djeshme, Brikena ndryshoi dhe foton e profilit dhe hoqi nga Instagrami Mateon. Me thënë fshiu Mateon, por nuk kanë hequr lajkat nga njëri tjetri, që kjo është shumë e rëndësishme. Në anën tjetër, Mateo ditën e sotme, atë që unë e thash në fakt ditën e djeshme në analizën time, që dhe Mateo do të ndryshoj fotografin e profilit, do me thënë që të dy kishin fotoprofili njëri tjetrin, që të dy kishin fotoprofili të përqafuar në krahë të njëri tjetrit, por siç duket vendosën që të ndryshojnë gjithçka, edhe pse siç duket Mateo priste ndoshta një rikthim të mundshëm me Brikenën. Tani janë 2 pyetje. Do me thënë një përgjigje të detajuar nuk ka. Nga informacionet që ne kemi arritur të marrim nga njerëz të cilët kanë një farë kontakti me çiftin, janë të shokuar sepse deri në ditën e Bajramit çifti ka qenë shumë mirë. Do me thënë Mateo përflitet që ka qenë në Kosovë tek Brikena në respekt të festës, sepse Brikena i takon besimit musliman. Do me thënë për t'ia uruar festën e Bajramit në shtëpi tek tezja e saj, por edhe Brikena një ditë më parë ka qenë në shtëpinë e Mateos në Elbasan. Do me thënë nxori foto dhe me nënën e Mateos duke i quajtur me mbretreshën, do me thënë për ta titulluar dikë mbretresh, duhet konsiderosh shumë respekt për të. Por çfarë që nga kjo gjëja që kaq shumë e paska prekur Brikenën dhe Mateon që të vendosin me njëherë, do me thënë në afat kohor rekord, të shkatërrojnë marrëdhënien e tyre. Kjo gjë lë shumë për të kuptuar, do të thënë çfarë po ndodh me këtë çift, çfarë po ndodh me këtë marrëdhënie. Situatë e tensionuar, situatë e frikshme po ndodhen te ky çift. Tani, pasi që Brikena dhe Mateo e fshin njëri tjetrin nga Instagrami dhe ndryshuan dhe fotot e profilit, Mateo e ndryshoi pak më vonë, ashtu siç unë e thash, do me thënë do të presim pak derisa do ta ndryshon Mateon. Mund të ndodhë që edhe mund t'jenë llafosur, po do t'ishte turpshme që për një fjalë goje të shkatërroheshte një marrëdhënie dhe të merreshin veprime aq të shpejta. Tani ishte Brikena ajo që nxori një foto duke u ftuar në një makinë, e ulur në sediljen e pasme me një zemër të thyer, që do me thënë me zemër të thyer po kthehem në vendin tim. Por dhe Mateo bëri këtë lëvizje ditën e sotme që realisht do me thënë tregon që çifti u shkatërrua dhe marrëdhënia e tyre u shkatërrua. Unë uroj e gjitha kjo gjëja të bëhet vetëm për klikime. Është e neveritshme, sepse Mateo dhe Brikena kanë patur dashurinë e publikut, kanë patur respektin e publikut dhe nuk u duheshte një lëvizje e tillë të bëhet, sepse publiku ishte pranë tyre në çdo hap të tyre, në çdo foto të tyre, në çdo postim të tyre, publiku ishte pranë tyre dhe nuk ishte përse të ndodhte një veprim i tillë për klikime.
Por unë mendoj që duke njohur karakterin e Brikenës, Brikena nuk është natyrë që bën gjëra për klikime, këtë gjë e ka dëshmuar edhe në Big Brother, po gjithashtu edhe Mateo nuk është tip i tillë. Unë mendoj që duke patur natyrën pak agresive Brikena dhe pak të shpejtueshme, domethënë ishte pak natyrë e shpejtueshme, mendoj që i ka mbetur hatri ashtu siç ne jemi mësuar ta shohim Brikenën dhe ka vendosur që ta prish marrëdhënien e saj. Tani, nga ana e Mateos dhe nga ana e familjes, unë kam parë një respekt jashtëzakonshëm. Do të kujtoj momentin kur Casey, motra e Mateos, e priti Brikenën me lule me shumë dashuri në Tiranë, por çuditërisht Brikena nuk ishte pjesë e ditëlindjes së Caseyt. Dhe kjo gjëra shumë në sy, domethënë, pse Brikena mos të jetë pjesë e ditëlindjes. Më pas, Brikena udhtoi drejt Italisë, Mateo nuk postoi, Brikena nuk postoi, nxorën një foto që po flisnin bashkë 7 orë të dy. Domethënë treguan që marrëdhënia është në rregull, edhe pse publiku ngriti dyshime pse mos shkon në ditëlindjen e të Caseyt, e ka kunatë, kishin marrëdhënie të mira, filluan që të kalojnë bukur, domethënë filluan dyshime të këtilla, por gjithsesi në një farë mënyrë u arsyetua sepse çifti nuk kishte asgjë serioze. Në anën tjetër, Brikena në Shizon Top thot, një unas ma ka dhënë familja e Mateos, një unas ma ka dhënë Mateo, që nuk kupton, me thënë, ka patur respektin të jashtëzakonshëm tek familja e Mateos, ka patur qëndrime të jashtëzakonshme nga familja e Mateos. Dhe pse duheshte çifti që të merr këtë rrugtimin dhe të ndahet, do me thënë në qoftë se është ndarë gjithmonë, sepse nga informacionet që ne kemi nga njerëz të cilët thashë njëherë kanë kontakte me çiftin, thonë që nuk janë ndarë. Thonë që gjërat janë në rregull, por siç duket Brikena ka vendosur që të veprojë në këtë mënyrë. Brikena i ndau, do të thënë i fshiu fotot e para, bëri ndryshimet e para në Instagram, kështu që ka përzgjedhur dhe Mateo të bën ndryshimin e radhës që ka ndryshuar foton e profilit. Do të më vinte shumë keq, sinqerisht, dhe apeloj deri tek çifti, sepse unë e di që këto video do bëhen virale. Do të më vinte shumë keq në qoftë se janë duke bërë lojën e klikimeve, sepse do të dështojnë. Ato duhet ta mbajnë famën e tyre me sinqeritet, me ndjesi të sinqertë. Edhe në qoftë se lidhja e tyre ka mbaruar, le të dalin publikisht e ta pranojnë se nuk ka asnjë gjë të keqe, por të paktën të jenë të ndershëm me publikun që i kanë ndjekur, dhe jo ta lën publikun në ankth, sepse do t'ju kthehet bumerang. Historia ka treguar që të tjerë kanë vepruar në këtë formë, por e kanë pësuar keq, dhe pastaj nuk kanë ditur se si ta kthejnë publikun për vete. Nga ana tjetër, në qoftë se lidhja po bëhet vetëm për klikime, do me thënë kjo gjëja që po ndodhen, po bëhet vetëm për klikime, është më e turpshme, sepse Mateo dhe Brikena, publiku e Duartrokiti dhe e pranoi për Mateon dhe Brikenën, nuk e pranoi as për klikime, as për asgjë, por thjesht për respektin dhe për dashurinë që kishin për këtë çift. Unë uroj që e gjitha kjo të jetë një lojë, sepse në fund të ditës ne mbështesim dashurinë. Janë shumë shpejt gjërat, nuk përshtaten me afatin kohor. Do të thënë 2 ditë përpara shkoi në familje, mori unazat e quajti mbretresh, sot thot jam ndar. Në qoftë se është një ndarje, atëherë i bie që Brikena, do të thënë, ka karakter fëmijësh që mund të i dhërohet për pak e për shumë. Kjo është lëvizja më e fundit e çiftit.